Këngëtarja e njohur shqiptare Egli Taku ka ndarë me ndjekësit e saj një pamje magjepsëse nga përpaskenat e projektit më të fundit muzikor, duke rritur ndjeshën pritshmëritë për publikimin e radhës. Në një postim të publikuar në Instagram, Egli shfaqet e veshur me një kostum tradicional mbreslënës, të punuar me detaje të arta mbi kadife të kuqe, që jo vetëm reflekton trashëgiminë kulturore shqiptare, por edhe thekson elegancën dhe bukurinë e saj karakteristike. Me mbishkrimin "Pak prapa skenave, derisa të dalin këngët nesër", Egli paralajmëroi se projekti i ri do të publikohet sot, duke shtuar entuziazmin tek fancat. Projekti titullohet Shuj Shuj, ku je nis, dhe vjen në bashkëpunim me dy artistë të njohur të skenës shqiptare, Fifi dhe Mërgimi. Kjo treshe pa pritur ka ngjallur kurreshje dhe reagime pozitive në rrjetet sociale, ndërsa fancat mezi presin të dëgjojnë rezultatin final. Pamja tradicionale e Eglit në klip ka tërhequr vëmendje të madhe, duke marrë komente të shumta pozitive nga ndjekësit, të cilët e kanë përgëzuar për stilin, qëndrimin dhe ruajtjen e elementeve të trashëgimisë kulturore në një kontekst modern. Me këtë projekt Egli Taku dëshmon edhe një herë se është një nga artistët më interesante dhe vizualisht të sofistikuara të muzikës shqiptare.